Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala khayri khalqillahi ajma'in, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka tariqahum wa iqtada bihadihim ila yawmiddin. E falenderojmë Allahun e lartësuar dhe dërgojmë salavat dhe selame mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi gjithë ata që e pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dhe motra të ndershme, vazhdojmë me ligjëratën e radhës nga shpjegimi, sqarimi i librit Fikhu i lehtësuar i Sheikh Salih El Fauzanit, hafidhahullah. Kemi rritur tek kapitulli i kryerjes së nevojës fiziologjike. Thot ky dietar ilm waffaqanillahu wa iyyak wa jamil muslimin anna dinana kamilun mutakamil. Ky dietar thot dije Allahu të dhasht sukses ty dhe gjithë muslimanëve se feja jone është fe e plot, fe perfekte. Ma taraka shay'an mimma yahtajuhu an-nas fi dinihim wa dunyahum illa bayyanahu. Feja jonë nuk ka lënë diçka për cilën njerëzit kanë nevojë në çështjet e fesë së tyre apo të dunjas së tyre, vetëm se ua ka sqaruar. Wa min dhalika adabul qada'il hajj, dhe për këtyre është edhe rregullat e kryerjes së nevojës fiziologjike apo edukata gjatë kryerjes së nevojës fiziologjike. لتميز الإنسان الذي كرمه الله عن الحيوان بما كرمه الله به. Në mënyrë që dallohet njeriu, të cilin Allahu e ka nderuar me intelekt nga kafsha, të cilën Allahu e ka dalluar për njeriut me të kundërtën e saj. Njeriu ka intelekt, mençuri, andaj duhet të dallohet prej kafshës, duhet ta di se si ta kryej nevojën fiziologjike. Jo sikurse kafshët, në momentin që duhet ta kryej në vendin cilin është dhe u kryej puna. Jo, njeriu është njeri. Fe dinuna dinu nadhafati wa dinu tuhr. Fe hunake adabu sharia tufal inda dukhuli l-hala wa hala qada il-hajj. Thot feja jonë është fe e pastërtisë, ndërsa kryerja e nevojës ka të bëjë me papastërti. Nevoja e vogël, po edhe nevoja e madhe janë papastërti. Ndërsa feja jonë është fe e pastërtisë, dhe gjatë kryerjes së këtyre nevojave duhet të ruhemi që mos të ndotemi, ta ruajmë pastërtinë tonë, sepse edhe prej kushteve të namazit, siç e kemi përmendur në një prej ligjëratave të mëparshme, është pastërtia. Teshat t'i kesh të pastërta, vendi ku falesh të jetë i pastër, është prej kushteve të namazit. Pastaj thot, fe idha arada al-muslim dukhul al-hala, fe innehu yustahabbu lehu an yakul bismillah a'udhu billahi min al-khubathi wal-khaba'ith, au khabathi wal-khaba'ith. Thot, kur të bëjnë jetë për të futur në vendin e kryerjes së nevojës, në nevojtoren e tij, para se më futur duhet thoj bismillah, në emër të Allahut, edhe pastaj thoj a'udhu billahi min al-khubathi wal-khaba'ith. Kërkoj mbrojtjen e Allahut prej të papastërtit shejtanit dhe papastërtive, sepse është vend i papastërtive, andaj duhet mbrohesh, kërkosh mbrojtjen e Allahut prej papastërtive. Pastaj thot, do të futesh me këmbën e majt. Islami në gjërat që janë nderuese për njeriu i jep përparësi anës së djathtë, dorës së djathtë. Në gjërat e kundërta i jep përparësi dorës së majt, këmbës së majt. Andaj kur të futesh nevojtore, do të futesh me këmbën e majt. Pasi e the atë duan që e përmendëm, bismillah, a'udhu billahi min al-khubathi au khabathi wal khaba'ith. Pastaj futesh me këmbën e majt. Ndërsa kur del prej nevojtores, del me këmbën e djathtë. Dhe thot gufraneke,
tash kur del me këmbën e djathtë dhe thua gufraneke. Elhamdulillahi alladhi adhhaba anni al-adha wa afani. Dhe pastaj thua elhamdulillah, Allahu e largoi të keqen prej meje dhe më ka dhënë shëndet. Elhamdulillah. Ta kesh këtë mundësi që ta kryesh nevojën është shëndet, është mirësi prej Allahut. Do ta falenderosh Allahun. Për këtë shkak thot, siç e përmenda, sepse ana e djathtë përdoret për gjëra të mira, të ndershme, që janë nderuese, ndërsa e majta për të kundërtat, për largimin e papastërtive, për gjërat ngjashme. Dhe thot, tash nevojtarët e kanë vendin e caktuar, mirë po nëse e në natyrë dhe nuk ke nevojtare, thot është e pëlqyer që të largohesh larg vendit njerëzve, larg rrugës njerëzve, ku ka rrugë larg shikimit njerëzve, as mos të shohin njerëzit. E jo më ti dëmtosh rrugën ose vendin e tyre. Do të largohesh larg. Pastaj thot e gjen një vend që është bosh, nuk ka krijesa, njerëz, pas kafsh. Pastaj mundohet fshefet prej shikimit njerëzve, mos të shohin njerëzit në atë gjendje. Pastaj thot nuk drejtohet në drejtim të kibles, po anash. Pastaj thot mundohet që të mbrohet prej nevojës të vogël, mos t'i kthehet tek teshat e tij. Për këtë shkak edhe nuk e bën në këmbë as nevojën e vogël. Nevojën e madhe më dihet mirë, por nevojën e vogël nuk e bën në këmbë. Po e bën ulur dhe në një pozitë ku urina, Allah i nderoft, nuk do t'i kthehet tek teshat e tij. Po do të vazhdoj dhe nuk do t'i kthehet, edhe nuk e bën prej këmbë, se në prej këmbë 100% do t'i ndodh teshat e tij, sepse ai do të bjerë në tokë, pastaj do të përkat dhe do t'i ndodh teshat e tij. Muslimanët japin përparësi pastërtisë, andaj edhe nevojën e vogël duhet bërë ulur, që të jenë pastër. Pasi ta kryej duhet ta pastrojë organin me ujë, të pastrohet që asnjë pjesë asaj urine mos t'i prek teshat e tij, sepse ajo është pa pastërti. I vjen era keqe, nuk është cilësi e muslimanëve që urinën ta bëjnë në këmbë, pas cilësi e burrave, sepse jo muslimanët mendojnë se është burrni urinën ta bëjnë në këmbë, dini duket veti burr, se gruaja nuk mund ta bëjë urinën në këmbë, po veç burri. Po pse s'mundet gruaja dhe ajo urin në këmbë, po e përlyn, po edhe ti e përlyn, në sasi më të vogël mirë po e përlyn, edhe ti teshat trupin krejt i përlyn. Edhe pse është në sasi më të vogël. E tash, për shembull janë vend jo besimtarve, themi se ka kështu në këmbë, ku nëse sigurohesh se nuk të shef dikush prej anash, ose se nuk do t'i përlysh teshat, mund t'a bësh aty, mirë po edhe aty do të pastrohesh me ujë. Ama parsore për ty është të gjesh në një vend ku mund të ulesh dhe të sigurohesh se nuk do t'i përlysh teshat e tuaj. Mirë, por nëse të ky vend sigurohesh, atëherë në rregull, se qëllimi është mos të përlyesh, nuk është qëllimi se a do t'jesh në këmbë, a do t'jesh ulur. Thot pastaj, mos ta prek organin gjinital me dorën djathtë. Siç e përmendëm pra, dora e djathtë mbrohet prej papastërtive. Organin gjinital e prek me dorën e majtë, e lan me dorën e majtë, e pastron me dorën e majtë, po edhe nevojën e madhe, do ta sqaroj, po edhe nevojën e madhe kur ta bësh, pastrimi bëhet me dorën e majtë. Dhe dihet ujit i jepet përparësi, lejohet edhe me letrat, nëse e pastron komplet, e kam fjalën për letrat në banjës nevojtores, mirë po ujit jepet përparësi sepse uji e pastron komplet si duhet.
për dallim nga letrat. Edhe me ato lejohet nëse e hek komplet, mirë po nuk është ujë dallon për asaj, nëse ke ujë i jep përparësi ujit. Pastaj thot nuk lejohet, është haram ta kryesh nevojën në rrugën ku kalojnë njerëzit, në hijen ku qëndrojnë njerëzit. Është një pemë e mirë, e ka hijen e mirë, mos e bën aty nevojën, valla se ajo është hije e njerëzve, pushojnë aty, kalojnë pushojnë. Po ashtu nuk lejohet aty ku njerëzit marrin ujë, qoftë për të pi, qoftë për pastrim teshave, afër lumit nuk luk. Pse e bën nevojën afër lumit? Merr ujë për të pastruar pejt lumit, mirë po shko pak më larg, sa aty njerëzit i afrohen lumit për të marrë ujë, për të pastruar, për të flladitur e kështu me radhë. Pra nuk bën ose afër bunarit. Mos i gërdit njerëzit, Allah të nderoft afër bunarit, apo vendeve ku ka njerëz. Do të shkohet një vend ku ti me atë logjikën tënde e din se njerëzit zakonisht nuk kalojnë andej, apo kupton, do të jetë pak më larg, pak më vend i mirë. Po ashtu thot, nuk futet njeriu nevojtare me diçka me të cilën e ka përmendur Allahun e lartësuar. Nuk futet njeriu nevojtare me diçka me të cilën e ke përmendur Allahun e lartësuar. Qoftë flet nga Kurani, qoftë diçka tjetër. Tash smartphone-at, ajo është, nëse ka smartphone për shembull aplikacion, ajo është mrenda. Nuk duket, është mirë, po më mirë është që mos të hysh me atë në vendin nevojtor. Çka duhet? Leje jashtë dhomët aty, pastaj kur shkosh nevojtore, nuk ke nevojë për të. Disa njerëz bile ndodh që e merr me veti edhe bile dhe vonohet. Nuk ka nevojë të vonohesh, e kryen nevojën del. Nuk ka nevojë të marrësh lexosh gazetë ose smartphone, të merresh me bësh lush në një lojë aty smartphone, jo. Shkon, e kryen nevojën, qëndron atë sa ka nevojë për ta kryer nevojën, nuk ka problem. Mirë po kur kryhet, del. Jo të angazhohesh, të habitesh me gjëra tjera dhe të qëndrosh me orë në banjo. Se nuk është vendi i pastërtive, ajo vendi pa pastërtive, aty qëndron atë sa ke nevojë. Dhe pa dyshim se është një vend i nevojshëm për shtëpinë e njeriut, mirë po aty qëndrohet atë sa ke nevojë. Nuk qëndrohet më tepër nevojës. Thot, nëse friksohet për shembull se e ka ndonjë Kur'an të vogël me veti ose smartphone-in e ka me veti, e ka Kur'anin brenda, nëse friksohet se nëse e lën jashtë dikush do t'ja merr, atëherë merr me veti, thot mirë po e mbulon. E mbulon që mos duket. Edhe smartphone-i Kur'anin e ka brenda, nuk e çel aplikacionin ku është Kur'ani, po e lën smartphone-in të shymur, të shukur, dhe e kryen nevojën atë sa ki nevojë. Wala yanbaghi lahu an yatakallam hala qada'il haja. Thot dhe nuk i takon atij që të bisedojë gjatë kryerjes së nevojës. Sepse pejgamberi alayhis salam ka thënë se nuk është e pëlqyeshme që ta kryesh nevojën, që të bisedosh gjatë kryerjes nevojës. Ke shku për ta kryer nevojën, nuk ke shku të bisedosh, e kryen punën, pasi del atëherë mund të bisedosh, ti bësh të punët e tjera. Edhe thot është haram nevojtore apo gjatë kryerjes së nevojës të lexohet Kurani. Po edhe përmendja Allahut gjatë asaj kohe nuk përmendet Allah. Për çatë edhe kur del prej nevojtores, thua gufraneke, o Allah më fal. Pse më fal? Sepse aty nuk e pas mundësi që ta përmendish Allahun, që të bësh gjëra që janë ibadet. Pastaj thot, kur ta kryer nevojën, patjetër që ta pastroj vendin prej cilit ka dalë nevoja, organin gjinital për nevojën e vogël dhe prapanicën e tij për nevojën e madhe, patjetër që ti pastroj, nuk bën ashtu ta lej pa pastërtinë. Thot, me ujë e pastron, ose nëse e natyrë me gur, derisa ta pastrosh mirë, ose me të ngjashme, me fleta, pra
e arritëm të ajo se lejohet përdorimi i letrave të banjës për ta pastruar nevojën e madhe. Mirë po uji ka përparësi. Uji e pastron më mirë. Hidrogen dhe oksigjen. Ajo pastron më mirë. Vetëm në rast kur nuk ka ujë, atëherë lejohet edhe të përdoren këto letra tjera. Mirë po, jo si që kanë zakon për shembull në vendet e besimtarëve nuk e përdorin hiç ujin. Veç letrat. Tash nuk është problem nëse e përdor ujin, i lan durët, pastaj dezinfekton hiç pa problem, nuk ka asnjë problemi. Pastërtia është parsore në këtë rast. Thot nëse i bën të dyjat, me thonë e largon një herë me diçka të letrës, pastaj atë që ka ngel me ujë, thot shumë mirë. Në natyrë, thot, mund të përdor gurës, mund të përdor drunj dhe gjëra të ngjashme. Ndërsa e ka të ndaluar që të përdor koc prej kafshëve, ose ndonjë bagël të kafshëve e cila është tharë. Kocin edhe bagëlat e kafshëve të thara nuk lejohet të përdor për pastrimin nga nevoja e madhe. Këto dyja nuk lejohet. Ndërsa gurin, drujt, gjethet e të ngjashme lejohet. Sepse pejgamberi alayhis salam ka ndaluar nga një gjë e tillë. Pastaj thot e pastronat të jashtme që ka dalë prej organit gjenital që ndonjë mos ngel diçka që do t'ja ndodh pastaj teshat e tij. Dhe këtu disa njerëz bëhen vezvese, e ka pastruar një herë, thot jo, më duket se më rrjedh diçka, më duket se prap nuk duhesh të bësh vezvese. Organin gjenital e shkund e pastron me ujë, u kry puna, mos u bën vezvese. Ajo tjetra është ndot Allah, ti e ke kry punën tënde. Pastaj nuk hiç mos e çon mendjen andaj se ajo nuk të merr përgjegjësi shariati, çka ndodh pastaj. Ti e ke shkund, e ke lar, u kry puna jote. Thot, disa fukaha kanë thënë se patjetër pastrimi i këtyne pas nevojës ta paraprij abdesin. Nëse hipotetikisht, për shembull, dikush e ka kry nevojën edhe një herë merr abdes, pastaj pastron organin gjenital, disa dietarë kanë thënë se nuk duhet, nuk pranohet abdesi. Patjetër ta paraprij abdesin pastrimi i organit gjenital. Sepse pejgamberi alayhis salam ka thënë, e pastron organin gjenital, pastaj merr abdes. Pejgamberi alayhis salam kur është shpreh ka thënë pastaj, pasi që ta pastroj, pastaj merr abdes. Për këtë shkak edhe Neveviu rahimahullah ka thënë, suneti është pastrohet, pastaj merr abdes. Edhe kjo është natyrshme tek njerëzit, mirë po ka dikujt, për shembull, i shkon mendja ka e prapa, mirë po nuk duhet të jetë ashtu. Njerë duhet pastrohet, pastaj të merr abdes. Pastaj ky dietar thot kujdes, o musliman, kujdes prej pastërtisë nga nevoja e vogël, nga urina, kujdes. Patjetër të pastrohesh nga nevoja e vogël. Kjo dallon muslimanin prej jo besimtarit, Allahu na ruajt. Në sabah është la, i ka vesh teshat e reja deri në akşam të myt me erë, kupton? Pse nuk është kujdes prej nevojës të vogël. Allahu na ruajt. Muslimani dallon. Mëngjes i ka vesh teshat e pastra,
në mbrëmje i ka të pastra. Pse? Se kujdeset prej urinës. Ke parasysh. Pastaj nëse është i martuar, ai t'i afrohet gruas, si t'i afrohesh më atëherë? Urine, më kupton? Allahu na ruajt, duhet të ketë kujdes, për këtë shkak japim shumë rëndësi, pra pastrimit edhe erës mirë. Në islam ka shumë kujdes. Për këtë shkak edhe gjatë marrëdhënieve intime, burri nuk lejohet që t'i afrohet gruas së tij në të pasmen e saj. Se ajo është vend i papastërtive. Nuk lejohet që të bëj marrëdhënie anale me gruan e tij, Allahu na ruajt. Për shkak të pastërtisë, për shkak se Islami i jep përparësi pastërtisë dhe mbrohet nga papastërtia. Sepse papastërtia sjell shumë probleme, shumë smundje, shumë të lashe, po edhe në raportet ndërnjerëzore papastërtisë i vjen era e keqe. Për këtë shkak duhet maksimalisht dhe thot kujdes o musliman nga pastrimi prej nevojës të vogël, prej urinës. Pejgamberi alayhis salam ka thënë se prej shkaqeve të dënimit në varr është se ky njeriu nuk ka pas kujdes. Ku e bën urinën, a ja përlyn teshat, a nuk ja përlyn teshat, a i ka përly brekt, a nuk ja ka përly brekt. Më thonë, se ka të madhe, e ka la, e bën urinën, se zakonisht të urina njerëzit nuk e bëjnë të madhe, se si ujë duket, ndoshta i duket më e lehtë, ama jo kur mblidhet, prap era e keqe i vjen. Pejgamberi alayhis salam ka thonë, pastrohuni nga urina, sepse shumë prej dënimit të varrit është për shkak të urinës. Për shkak të urinës. Sepse kjo pastaj ka pasoja tjera, nëse është musliman, nuk kujdeset për urinën, i përlyn teshat, a kushti i namazit për të pranuar është pastërtia e teshave. E kështu me radhë, ka pasoja të mëdha për muslimanin, e ke parasysh se ai që është kafir, ma Allah i udhëzoft në islam. O musliman, pastaj thot ky autori, inne kemalu taharati yusahil al-qiyam bil ibade. Po yuinu ala itmamiha wa ikmaliha wal qiyam bi mashru'atiha. Thot o musliman, pastërtia të ndihmon në ibadet. Ndihmon që ibadetin ta bësh më mirë, teshat e pastra, vendi i pastërt, era e mirë. Kjo të ndihmon në ibadet, jo vetëm ibadetin, gjitha punët. Njeriu do të jetë përparësi pastërtisë. Dhe elhamdulillah, ky princip i pastërtisë është përhapur në krejt botën, elhamdulillah. Ata që kanë mundësi mundohen maksimalisht. Është përhapur në botën perëndimore, bile ndo aspekte ata japin më shumë rëndësi higjienës se disa vende të muslimanëve. Sidomos higjienës së përgjithshme të higjienës qyteteve, higjienës të restoranteve, higjienës të vendeve kur hin, ndoshta më pastër është se sa në shumë prej vendeve të muslimanëve. Dhe këtë që e kanë hak, ne e themi hakun. Shumë aspekte, pra, në disa aspekte janë më mirë se vendet e muslimanëve dhe s'ka asgjë të keqe. Dhe pranojmë mangësinë tonë aty ku ekziston. Dhe themi se kjo është cilësi e muslimanëve. Feja jonë e përkrah pastërtinë në rrugë, pastërtinë në kopsht, pastërtinë në vendet publike, pastërtinë në vendet tjera. Pra, kjo është një cilësi e mirë që gjendet në perëndim. I japin rëndësi dhe është cilësi e mirë, duhet ta pranojmë. Dhe kanë edhe plot cilësi tjera të mira që ndoshta disa prej tyre nuk i kanë muslimanët. Dhe çka themi, shpresojmë që muslimanët përmirësohen, shpresojmë që atyre perëndimorëve hala të shtojnë cilësitë e mira, ne e duam të mirën krejt njerëzve. Imam Ahmedi rahimahullah transmeton nga një prej shokëve të pejgamberit alayhis salam se pejgamberi alayhis salam e fali një ditë sabahun me shokët e tij, faqara ar-rum fiha. Edhe lexoj surën Rum, surën e romakëve. Dhe bëri një gabim. Duke lexuar surën e romakëve, pejgamberi alayhis salam bëri një gabim.
pastaj u largu. I ka ndodhur, ka gabuar, ka përmirësuar, kjo i ndodh imamit që lexon Kur'an, pra, ndonjëherë gabon ajetin ose surën edhe e rikthen e përmirëson. Pastaj kur u kthy ka shokët e vet, tha: "O ju njerëz, ndonjëherë neve na pështjellet Kurani, sepse disa për juve falen me neve, abdesi nuk e kanë bërë si duhet." Pejgamberi a.s. po thot, neve ndonjëherë na pështjellet Kurani për shkak se disa për juve abdesi nuk e kanë si duhet. Andaj kush vjen thot tek ne që të bëj namaz, thot le ta përmirësoj abdesin e tij, le ta bëj si duhet, mos lej ndonjë pjesë të manget, le të kujdeset për abdesin e tij. Subhanallah, pse ibadeti është i përbashkët, Allahu i ka treguar se ty po të përzihet Kurani, pse ai tjetri abdesin nuk e ka bërë si duhet. Edhe ummetish, jemi një trup. Themi pse çka u bën? U bën se shumë prej neve nuk janë si duhet, ne jemi një trup. Nëse 80% nuk janë si duhet, çka pret prej atij trupi? Kena parasysh. Andaj mangësia është tek ne, nuk është problemi tek kërkush tjetër. Pastaj thot Allahu i ka lavdruar banorët e xhamisë Kuba me fjalë fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Thot në Kuba ka do burra që japin përparësi, japin kujdes shumë pastërtisë. Vërtet Allahu i don të pastërt. Banorët e xhamisë afër xhamisë Kuba janë dalluar se shumë i kanë dhënë rëndësi pastërtisë. Më shumë se banorët e pjesëve tjera. Allahu i ka përmendur në Kur'an. Ka thonë aty ka burra që i japin përparësi pastërtisë, e Allahu i don të pastërtit. Kjo është një cilësi të cilën Allahu e don. Pastaj kur e kam pyetur se çka është kjo, thot përveç se i pastrojnë nevojën e madhe me gur, pastaj e lajnë edhe me ujë. Me thonë, pasi e pastrojnë nevojën me ujë, e lajnë me ujë. Në kohën e Pejgamberit uji ka qenë diçka shumë rëndë që gjendet me vlerë. Shumica prej arabëve tjerë janë mjaftuar me pastrimin me gur. E kanë pastruar mirë, ama me gur, jo. E këto të Kubas janë shquar se përveç asaj plus edhe me ujë. Nuk kanë pas mundësi, e kanë ndarë ujin për një vend, për një gjë të tillë. Dhe kjo Allahu e ka lavdruar dhe ka thonë se më mirë është kështu. Më mirë është kështu se sa në këto forma tjera. Thot këtu është një çështje për cilën do të tërheqim vërejtjen. Thot, nëse e ke kryer nevojën, e ke pastruar veten, nuk ka nevojë prap para se me marrë abdest të pastrohesh atje poshtë tek vendi pra. Nëse para gjysmë ore e ke kryer nevojën e vogël të madhe, kryer nevojën tënde, e pastruar dhe për shembull pas gjysmë ore ke vendosur të marrësh abdest. Edhe pse më e mira është që abdestin ta marrësh me një herë, që non stop të jesh me abdest. Mirë po, ka ndodhur pas një kohe, e thot disa njerëz mendojnë se prap do të pastrohet atje poshtë se do marrë abdest. Mirë po, kjo është gabim. Kjo është gabim. Kjo është gabim, thot, sepse pastrimi është vetëm pastrohesh, nuk është pjesë e abdestit. Tek ne disa njerëz mendojnë se pasi të merr abdest, qafën do ta laj kështu. Edhe kjo është gabim. Qafa nuk është pjesë e abdestit. Punëtorëve ndoshta nëpër fusha u ka mbetë si zakon se djersohen edhe kanë ndesh, ama nuk është pjesë e abdestit. Nëse don, e pastron qafën, mirë, por nuk është pjesë e abdestit. Nëse je në situatë normale që nuk je djersuar, nuk ke nevojë për gjë të tillë, nuk është pjesë e abdestit, nuk duhet ta bësh. Sepse tek ne nëpër shumë xhamia mendojnë se është pjesë e abdestit. E ke harruar qafën, nuk është
nuk është pjesë e abdesit. Ajo ka met punëtorëve tonë, sepse kanë punuar në përfusha, janë gjersuar e kështu me radhë, kanë deshje ta pastrojnë atë pjesë. Në fund thot o musliman, kjo është feja jonë, madhështia e fesë tonë, sa shumë jep rëndësi pastërtisë, sa shumë jep rëndësi higjienës personale të njeriut. Ka ardhur thot me edukatën rregullat më të mira, më të dobishme për njerëzit, pastërtia, era e mirë, fjalët e mira, veprat e mira, largimi nga papastërtia, nga era e keqe, nga fjalët e këqija, nga veprat e këqija, e kështu me radhë. Dhe nuk e ka lënë pas dore asgjë për cilën ne kemi nevojë dhe është e dobishme për neve. Për këtë shkak thot e falenderojmë Allahun për këtë mirësi që na ka dhënë, e lutim atë që të na jep thebat në fe, e lutim atë që na i pranoj veprat tona, na bëj të pastërt me veprat mira, të na largoj nga papastërtia dhe veprat e këqija, të na jep sinqeritet, e kështu me radhë. Dhe me këtë ky dietar e përfundon këtë kapitull. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه